dhe e papranueshme dhe pa arsyeshme mungesa e presidentit Thaçi sot në varrimin e babait të tij. Jam sot këtu bashkë me kolegët e mi nga Partia Demokratike e Kosovës, por edhe me qytetarët nga mbar vendi, nga mbar trojet shqiptare, për të shprehë respektin tonë të fundit para përcjelljes në botën e amshueshme të Haxhi Thaçit, babait të presidentit Hashim Thaçi. Si që thash edhe dje, vërtet është një humbje e cila bëhet edhe më e rëndë, sidomos për shkak të mungesës së presidentit Thaçi, që nuk u lejua që të marrë pjesë në varrimin e babait të tij. Së paku në fund të jetës së Bacis Haxhia i pati mundësinë që ta shohë edhe një herë, por besoj që është krejtësisht e padrejtë dhe e papranueshme dhe pa arsyeshme mungesa e presidentit Thaçi sot në varrimin e babait të tij. Faleminderit.